Këshilli i Bashkisë Korç ka zhvilluar një takim të posaçëm me përfaqësues të shoqërisë civile. Qëllimi i takimit ishte forcimi i dialogut mes institucioneve vendore dhe aktorëve të shoqërisë civile, si dhe nxitja e transparencës, llogaridhënies dhe përfshirjes qytetare në proceset vendimarrëse. Detyrat tona, si Këshill Bashkiak, ne i zbatojmë duke u mbështetur në rregulloret e Këshillit Bashkiak. Ne funksionojmë mbi bazën e 5 rregulloreve të Këshillit Bashkiak. Mund gjatë rrugës të ushtrimit të detyrës tonë si këshilltar për nevojat të caktuara të hartojmë dhe rregullore të tjera, të cilat do të ndihmojnë për zgjedhjen të një çështjeje të caktuar. Ushtrojmë detyrën tonë në mënyrë transparente, mbledhjet e Këshillit Bashkiak janë të gjitha të hapura, mbledhje të cilat le të themi ndiqen online në rrjetet sociale. Ndërkohë, eksperti Edupro Erion Vesho vuri theksin tek monitorimi i zbatimit të nismave që ndërmeren në komunitet. Mund të gjenden mekanizme, për politika sociale e Këshillit Bashkisë së Korçës ka miratuar shumë strategji dhe plane për çështjet sociale. Dhe të gjitha është bërë vendimarrja këtu, sigurisht që ka pasur aktivizim nga shoqëria civile, sepse kam parë që ka edhe mendime të dhëna konkrete të dhëna nga shoqëria civile dhe janë pasqyruar më pas në strategjitë tuaja. Po tani, a ka mundësi të bëjmë monitorimin e strategjisë? Sepse janë çështje që u prekin në fushën tuaj, ose për sportin, ose për turizmin, ose për çdo çështje të cilët ju e keni të fushës suaj të aktivitetit. Nëse do bëhet monitorimi, sepse një vendimarrje që bën Këshilli, sa do e drejtë që të jetë, qoftë me përfshirjen tuaj, nëse nuk monitorohet në zbatim, nuk ka asnjë vlerë. Prandaj, a ka mundësi që të përfshijmë edhe në monitorim dhe kështu e ndihmoni Këshillin, të jeni të sigurt që e ndihmoni Këshillin. Në takim u theksua se pjesëmarrja e organizatave jo qeveritare, intelektualëve dhe aktivistëve është thelbësore për të sjellë ide të reja dhe sugjerime konkrete që kontribuojnë në qeverisjen më efektive dhe në shërbime më cilësore për komunitetin.